Në një nga hotspotet më të mrekullueshëm të Shqipërisë, me pamjen e këtij deti të jashtëzakonshëm blu, vjen hoteli i parë i standardeve 5 yje plus, prej nivelit luxury super në Shqipëri. Siç e dini, hotelet ndajnë me yje, po hotelet me 5 yje janë business hotels, janë 5 yje plus dhe super luxury ose upper luxury që quhen. Ky është një nga standardet më të mira të botës dhe standardi më i mirë që Shqipëria ka deri më sot për nivelin e luxuryt. Në një video të mëparshme ju kam treguar pak a shumë të gjithë kompozimin e hotelit, që nga recepcioni deri tek 2 baret, beach bari, restoranti, pjesa e përgjithshme e tij, ndërsa tani do të shkoj t'ju tregoj 3 llojet e akomodimeve, ka diçka dhe më shumë, po unë do t'ju tregoj 3. Një dhomë standard, një junior suite dhe suitën presidenciale, që është suita më e madhe e gjithë kësaj zone, e gjithë Bregdetit, pra që nga Durrësi e deri në jug. Është i pari hotel brand name i kompanisë Accor në gjithë jugun e Shqipërisë, pra ndoshta nga Durrësi e deri në Sarandë, dhe njëkohësisht është i vetmi hotel me 130 dhoma ballë për ballë detit. Çdo dhomë ka pamje deti, çdo dhomë ka terras. Unë jam me Ramsen, i cili është nga Egjipti dhe është menaxher i shitjeve. Hello, welcome. Thank you very much and thank you for showing us. Please. Po hym në dhomën e parë. This is junior suite or This normal? is superior room. Kjo është dhoma superiore, shiheni One of the tani. best we have with a nice view. Është një dhomë ku ka dollapin në hyrje, banjën, po shkoj ta shoh si duket. Kjo është pjesa e banjës, pra standard, me dushin, banjën me mermer që nga banja. Ka pjesën e qëndrimit, këto që nga interesante. Këtu është pjesa e shërbimit të kafes, ili paskan për momentin, apo ama kafe është? Jo, është ili. Dhe uji i lajthiza, këtu është minibari, brenda saj është safety box që është në pjesën sipërme, këtu është krevati. Krevati ka interesante sepse gjithçka e ke këtu, pra po të shohësh gjithë sistemi dritave dhe gjithë sistemi i komandimit të gjërave, do më thënë të dhomës, vjen prej këtu. Këtu mund të shihni dhe pjesën e kondicionerit, televizori, por pjesa më e bukur e kësaj dhome është terraca. Ramsi. Oh my god. Shihni çfarë terrace. Vështirë të gjesh një terracë me këtë pamje spektakolare. Who will be so lucky? One of the longest private beach, 600 meters. 600 metra është vetëm plazhi privat poshtë, thot, dhe shiheni edhe pishinën sa e bukur është. It's crystal water, yes, very blue crystal water. Shiheni se si janë pamjet e plazhit komplet. Shihni se ku fillon plazhi privat. Është 600 metra plazh privat me shezllone dhe me çadrat të gjitha. Keni parasysh që nuk ka filluar operimi i plot. Shiheni dhe pjesën e barit dhe të gjithë hotelit të ngritur nga këtu. Ndërkohë, do shkojmë të shohim, let's go to see the other room. Do shkojmë të shohim junior suite-ën dhe pastaj suite-ën presidenciale. Shiheni pamjen e Karaburunit, sa manitse është. How big is the room? So here is a 36 square meter. Kjo është 36 metra katror, imagjino që është standard goxha i madh dhome. Without terrace. With the terrace. With the terrace. Po ecim drejt pjesës së junior suite-s. Which is the number of junior suite? We have 21 junior suite. Yes? Yes. And now we will see the junior suite? Yes, please. Jemi duke shkuar për të parë junior suite-ën. Junior suite-a, how big is the junior suite? It's around 55 square meters. Është rreth 55 metra katror, ja besoj është kjo këtu. Po shkojmë në junior suite, vazhdojmë më tutje. Where have you worked before? I work in Egypt, in Poland and Ukraine. In Ukraine. Poland and Ukraine. Ka ardhur nga Egjipti, është menaxher i shitjeve të hotelit. Tani do t'ju tregoj sepse ai i njeh në mënyrë perfekte hotelin, junior suite-ën dhe suite-ën presidenciale. Suita presidenciale, the presidential suite is 2-bedroom suite. Yes, 2 bedroom and 1 big living room. Është me 2 dhoma gjumi dhe me living room të madh dhe me një terracë të jashtëzakonshme. Here we are to the junior suite. To the junior suite. Right or left? Right, please. Right.
po shkojmë te pjesa e Junior Suite-s, siç e shihni, hoteli ka korridoret në një anë dhe pjesën e dhomave të gjitha me pamje nga deti, dhe dizajni shumë i bukur. It's beautiful the design, dizajni i dhomave, po themi i dyerve të dhomave. Po ta vini re, hoteli është ndërtuar për të mbuluar një shkëmb të gjithin, i cili nuk kishte, mbulon shkëmbin dhe është i veshur me gurin here 329. This room have a special, it has 2 balcony. Tani shumë interesante është që këtu nuk ka letër, nuk thot do not disturb, please make my room, po ka do not disturb që shtypet nga brenda, komandohet nga brenda, do not disturb, komandohet nga brenda, make my room, aja ku i ka. Do më thënë, në qofë se ti do për të thënë do not disturb shtyp këtë, në qofë se ti do që të bëhet dhoma dhe shtypësh tjetrën, pra të gjitha ndryshojnë janë, do not disturb në atë rast, aja dhe servis është këtu. Kur shtyp servis, ndizet servis këtu, shifni pamjen të një. This is the Junior Suite. Ka banjen të njëjt me banjen që kishim tjetrën, ka pjesën e garderobës disi të ndarë, është 56 metra katror, pra po të shini këtu është edhe safety box, edhe pjesa e gjithë. Këtu është prap e njëjta gjë, ekspresi kafes, çaj, minibari, gotat e verës, paska dhe këto të bukura shumë, paska kristal. Hajde me gotë kristali. Kjo është pjesa e ndenjës. Makeup table. Kjo ka si pjesë më speciale këtë pjesën e tavolinës të make-upit, ku edhe pasqyra vjen me mermer, edhe kjo me mermer dhe me hekur. It's really beautiful. Televizori, pjesa e ndenjes, komodinat dhe shirë çfarë mrekullie ka. Ka 2 pamje, 2 taraca, kjo është taraca që shef nga deti, pra e gjitha mbi det, tarac pak më e vogël, po që vlem për perëndimin, dhe në anën tjetër është taraca tjetër që bie nga zona e pishinës, dhe që ka pamje shumë bukur të pishinës. Këtu janë dhe 2 koltukët, shifeni se çfarë pamje që ka. E mos më thoni që nuk është manitse e gjithë pamja që mund të kesh këtu. Është spektakolare, është i pari hotel, po thoja, i këtij standardi në të gjithë Shqipërinë, është një standard i njohur në Europë, 5 yje plus. Shqipëria e ka të parin, në fakt e ka të parin brand name, se deri tani kanë qenë investime shqiptarësh, të bëra vetë pra nga shqiptarët, ndërkohë që ky është i pari investim me këto përmasa dhe me këtë standard. Everything is Accor standard, Yes, correct. Edhe dysheku vjen nga Accori, edhe standardi i lëkurës i të gjithave. Pjesa thash më e bukur është pamja, është e kuruar me kujdes, me mobilim të cilë po prej tyre, viner edhe koshi i mbeturinave është prej lëkure, ti e heq dhe është prej lëkure, dhe çdo gjë ka një lëkur gri. Tani Crown thot këtu, po i paska gjitha, ja dhe M Gallery Collection. Yes, this is Accor magazine. Is Accor magazine with all M Gallery's collection in the world. Këto janë gjithë hotelet M Gallery në botë. Dhe tani do shkojmë të shohim pjesën më të rëndësishme, suitën presidenciale, e cila është 130 metra katror, është në katin e 6 dhe ka një pamje terrac shumë bukur. Shkojmë tek suita presidenciale.